Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku zbulon sekretin për të jetuar mbi 100 vjet, ju duhet vetëm rozmarin. Rozmarina ofron një mori përfitime shëndetësore që shtrihen shumë përtej rolit të saj si një erëz aromatike. Ja disa nga përfitimet të shumta shëndetësore të rozmarinës. Shëndeti njohës dhe rritja e kujtesës. Edhe aroma e rozmarinës mund të përmirësojë ruajtjen e kujtesës dhe qartësinë mendore, duke bërë atë një mjet të shkëlqyer për studentët ose çdo që kërkon të rrisë aftësitë njohëse, por edhe mbron qelizat e trurit nga dëmtimi. Efektet antioksidante dhe antiinflamatore. Rozmarina është mbushur me antioksidant të fuqishëm dhe me përbërës antiinflamator. Antioksidantët neutralizojnë radikalet e lira në trup, duke reduktuar stresin oksidativ që lidhet me sëmundje kronike si sëmundjet e këqija, sëmundjet e zemrës dhe plakja. Përfshirja e rozmarinës në dietën tuaj mund të ndihmojë edhe në uljen e inflamacionit duke mbrojtur disa nga kushtet shëndetësore. Shëndeti i tretës dhe lehtësimi gastrointestinal. Rozmarina bën që të shtohet prodhimi i lëngut biliar, i cili mbështet procesin e përgjithshëm të tretjes, duke reduktuar simptoma si fryrja, gazra dhe dispepsia. Ajo mbështet shëndetin e zorrëve dhe parandalon shqetësimet e tretjes. Mbështetja e sistemit imunitar. Përdorimi i vajit të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës gjatë sezonit të ftohjes apo gripit mundet që të sigurojë mbrojtje shtesë të zakonshme. Shëndeti i rrugëve të frymëmarrjes. Thithja e vajit esencial të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës mundet të ndihmojë në hapjen e rrugëve të frymëmarrjes, zvogëlimin e kongestionit dhe lehtësimin e frymëmarrjes. Kjo është veçanërisht e dobishme në trajtimin e kollës, ftohjes dhe infeksioneve të tjera të frymëmarrjes. Shëndeti i flokëve dhe kokës. Vaji i rozmarinës është i njohur gjithashtu për stimulimin e gjendrave të flokëve duke nxitur rritjen e flokëve dhe duke parandaluar rënien e tyre. Masazhimi i rregullt i vajit të rozmarinës në skalpin e kokës gjithashtu mundet t'ju ndihmojë edhe për sa i përket rënies së flokëve duke parandaluar ato. Nga ana tjetër, rozmarina dhe masazhimi i vajit të saj rregullisht në skalpin e kokës mundet që të ndihmojë në mbajtjen nën kontroll të skalpit të shëndetshëm dhe njëkohësisht pas bokth. Shëndeti kardiovaskular. Rozmarina ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, i cili është jetik për shëndetin kardiovaskular. Madje disa studime tregojnë se rozmarina mundet të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq, ndërsa rrit nivelin e kolesterolit të mirë duke kontribuar në një zemër më të shëndetshme. Shëndeti mendor dhe lehtësimi i stresit. Aroma e rozmarinës është treguar se zvogëlon nivelin e kortizolit, hormonin që lidhet me stresin dhe përmirëson humorin. Kështu, pirja e çajit të rozmarinës mundet që të nxjisë relaksim, të zvogëlojë ankthin dhe të përmirësojë gjithashtu mirëqenien e përgjithshme mendore, si edhe duke nxitur një gjumë më të mirë. Shëndeti i lëkurës dhe kundërplakjes. Antioksidantët në rozmarin, veçanërisht acidi rozmarinik, ndihmojnë në luftimin e shenjave të plakjes dhe përdorimi i vajit të rozmarinës mund të ndihmojë në ruajtjen e një çere rinore dhe mban lëkurën tuaj të hidratuar. Menaxhimi i peshës. Rozmarina njihet për stimulimin e metabolizmit duke ndihmuar trupin të djegë kaloritë në mënyrë më efikase dhe aroma e saj vepron si një shtypës natyral për oreksin
duke ndihmuar në reduktimin e dëshirave dhe të mbingrënies. Nga ana tjetër, rozmarina është tepër e rëndësishme dhe vlerat e përfitimet që ne marrim nga ajo janë të shumta, duke filluar që nga pamja jashtme dhe deri brenda në organizëm. Kjo bimë aromatike, e cila bën pjesë në familjen e mentes, rritet me shumicë edhe në vendin tonë dhe shpesh përdoret si një shije e shtuar në gatime. Zakonisht është e ëndër për vetitë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit apo përmirësimit të memorjes. Në këtë spektër, si vlera dhe përdorimet e saj janë të shumta, siç tham, që nga gatimi deri tek vajrat esencial. Ndikimi në mushkëri. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organin kryesor që çon oksigjenin në gjak dhe një ndër më të rëndësishmit të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkëri, do të thotë më pak oksigjen për trupin, duke shkaktuar njëmëri, problemesh të tjera shëndetësore. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale, ekzistojnë disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit tuaj në trup. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme, e cila është një burim i mirë vitaminash, siç është ajo e vitaminës C, A, duke përfshirë edhe minerale si magnezi, kalciumi dhe zinku. Këto minerale jo vetëm që shërbejnë për persona të cilët kanë probleme me mushkërit, por rozmarina mund të jetë shpëtim edhe për të nxjerrë nga organizmi pluhurin dhe ndotjen. Kështu, nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin e mushkërive tuaja, mjafton të shtoni konsumimin e kësaj bime aromatike. Mundet ta pini si çaj, të bëni masazh në krahëror në vajra esencial me rozmarin, apo edhe ta konsumoni sa më shpesh në ushqime. Për syt, për personat të cilët përjetojnë humbje të shikimit apo atë i cili quhet degenerimi makular i syrit, nga ana tjetër, rozmarina mundet gjithashtu që të jetë një ndihmë tepër e rëndësishme për tretjen e mirë. Duke qenë e pastër me antioksidan dhe vitamina, kjo bimë do të ndikojë edhe në tretjen e mirë të ushqimeve. Kujdesuni që të shtoni disa fije rozmarin në secilin nga grupet tuaja për të përfituar gjithashtu shumë shije dhe shëndet njëkohësisht. Për një kujtesë të mirë, ndihmesa që kjo bimë jep për memorje dhe për qëndrimin e trurit është e paçmueshme. Është përdorur që në lashtësi si një kurë natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime e vërtetojnë këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorjen deri në 30% nëse konsumohet rregullisht. Kundër depresionit. Rozmarina ndihmon edhe sëmundjet neurologjike, siç janë depresioni, ankthi, skleroza e shumëfisht. Mjafton ta konsumoni rregullisht, të përdorni çajra apo të bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial. Largon ujin e tepërt nga trupi. Kjo bimë mundet të jetë një shpëtim për persona të cilët kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesitë e fryrjes dhe të rëndesës ju a largon lehtësisht rozmarina, pasi do të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi juaj. Siguroni që të konsumoni sa më shumë çaj rozmarine gjatë përditshmërisë tuaj. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen
edhe shokët tuaj. Faleminderit.